Habit të mjeku, soda e bukës, sekreti që trajton njëre për gjithmonë këto probleme. Si ta përdorni? Bikarbonati i natriumit ose soda e bukës është të përdorur prej kohësh, megjithse sporadikisht. Për të korrigjuar acidozën metabolike të sëmundjeve kronike të veshkave është dukshëm më i mirë në ngadalësimin e përpunimit të sëmundjeve sesa në kujdesin standard, dhe është i sigurt dhe tregon rezultate mjaft të mira, ka cituar një studim i madh italian. Një nga shqetësimet në lidhje me përshkrimin e bikarbonatit të natriumit te personat me këto probleme ka qenë që ju mund të ngarkoni personat me natrium dhe që mund të çojnë mbi ngarkesë të lëngjeve, presion të pakontrolluar në gjak dhe efekte të tjera të padëshiruara, citon Antonio Bellassi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por duke se bikarbonati i natriumit është i sigurt nëse përdoret në mbikëqyrjen miksore. Ne nuk kemi parë ndonjë mbingarkesë të lëndëve ose ndonjë efekt tjetër të padëshiruar te personat që e morën atë, citoi ai. Ndërsa unë mendoj se duhet të ketë akoma kujdes kur e përshkruani bikarbonatin e natriumit te pacientët, citon Antonio Bellassi. Bellassi prezantoi rezultatet nga përdorimi i multicentrit të bikarbonatit të sodiumit në studimet e insuficiencës kronike të veshkave në Kongresin e 56. Shoqatës Europiane të Veshkave, Shoqatës Europiane të Dializës dhe Transplantit, qershor viti 2020. Ky është studimi i parë i madh që tregon se korrigjimi i acidozës ishte i lidhur qartë me përparimin dukshëm të ngadalë të këtyre problemeve, citon Danilo Fischer, nga Qendra Mjekësore e Universitetit Saarland në Hamburg, Gjermani. Sa bikarbonat duhet të përdorni në problemet kronike të veshkave? Synimi është të arrihet niveli i bikarbonatit 24 deri në 28 dhe për të arritur këtë dozë mesatare bikarbonat sodiumi që duhet dhënë është rreth 6 gram. Kjo duke patur parasysh nga nefrologu që duhet jepet gjithmonë në mbikëqyrjen e një mjeku në mënyrë që të merrni vetëm përfitime dhe të evitoni gjithashtu komplikacione në shëndetin tuaj. Soda e bukës mund të përdoret si një neutralizues i aciditetit dhe ndihmon me tretjen. Soda e bukës është një substancë alkaline që mund të ndihmojë në neutralizimin e acidit në stomak, duke ofruar lehtësime të përkohshme nga digestimi i rënduar, aciditeti, refluksi i acidit ose edhe problemet të ngjashme. Meqense rezulton acid, ajo përdoret menjëherë si një antiacid shtëpiak, për shembull për të zbutur dhimbjet e stomakut ose ndjenjat e paratis pas ngrënies së tepërt, citon Healthline, por tregoni kujdes. Për përdorime orale për qëllime mjekësore duhet të konsultoheni me mjekun, sepse përdorimi i tepërt mund të çojë në probleme si alkolozë metabolike ose shtim të natriumit në trup. Soda e bukës është një produkt fantastik edhe për shëndetin tuaj oral. Soda e bukës ka efekte të dobishme në higjienën e gojës suaj sepse ndihmon në neutralizimin e aciditetit në gojë, ka efekte të buta abrazive që mund të ndihmojnë në heqjen e njollave të dhëmbëve dhe mund të përdoret si shplarës gojës për freskimin e frymës, citon Healthline. Studimet sugjerojnë se pastat e dhëmbëve që përmbajnë sodën e bukës mund të ulin gjithashtu edhe nivelin e inflamacioneve në pllakat e dhëmbëve, të mishrave dhe të dhëmbëve krahasuar me pastat e tjera, citon doktor Berg. Për përdorime të sigurta të dhëmbëve, përdorimi i pastave komerciale me sodë buke është shpesh më i butë sesa grimcat e lira të sodës së bukës nga pastat shtëpiake, citon LifeMed. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu si neutralizues i aromave dhe deodorant natyral. Soda e bukës është një neutralizues i erave të këqija në mënyrë efektive. Në trup, ajo ndihmon edhe në absorbimin e aromave të djersës, duke bërë atë alternativë natyrale për deodorantët komercial. Në shtëpi mund të hiqni erën nga frigoriferi, nga këpucët ose mbeturinat, duke neutralizuar molekulat e erës, citon Healthline. Soda e bukës gjithashtu mund të përdoret edhe për kujdesin e lëkurës. Soda e bukës përdoret shpesh si përbërës natyral për shëndetin e lëkurës. Redukton irritimet e lehta si pickimet e insekteve, dermatite të buta, djegje të diellit, kur aplikohet sipas me ujë, citon The Economic Times.
Ajo mund të ndihmojë gjithashtu në eksofilimin e lëkurës, gjithashtu edhe të heqë qelizat e vdekura të saj, por tregoni kujdes. Përdorimi i tepërt topikal mund të shkaktojë thatësi ose irritime, ndaj duhet të përdoret me kujdes dhe në zona të vogla për të parë nëse jeni alergjik. Ajo mund të përdoret gjithashtu si mbështetje për problemet e veshkave. Disa studime tregojnë se soda e bukës mund të ndihmojë njerëzit të cilët kanë gjithashtu probleme me sëmundjet kronike të veshkave duke ulur acidozën, pra tepricën e acidit në gjak. Kjo mund të ngadalësojë dëmtimin e veshkave kur përdoret sipas udhëzimeve të dhëna nga mjeku, citon Healthy Direction. Ky përdorim është terapeutik dhe duhet të bëhet gjithmonë me rekomandimin e mjekut dhe në monitorimin e tij. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu për të rritur performanca sportive. Disa atlet përdorin sodën e bukës para seancave të stërvitjes për të neutralizuar acidet të grumbulluara në muskuj gjatë ushtrimeve intensive, që mund të vonojnë lodhjen dhe të shkaktojnë gjithashtu edhe paqëndrueshmëri, citon Healthy Direction. Ky përdorim duhet të bëhet me kujdes dhe në vetdije për tolerancë personale, pasi përdorimi i tepërt mund të shkaktojë shqetësime gastrointestinale. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu edhe në përdorime shtëpiake. Edhe pse shpesh nuk lidhet drejt për së drejti me shëndetin e trupit, këto përdorime indirekte ndikojnë në mirëqenien e mjedisit. Pastrojnë sipërfaqet nga kimikatet e forta, heqin njollat nga rroba dhe zbusin ujin e larjes, neutralizojnë aromat e këqija në hapësirat e mbyllura, si për shembull në dhomë dhe në frigorifer. Por tregoni kujdes. Edhe pse ka përfitime, soda e bukës nuk është parreziqe, sidomos për përdorimi i tepërt oral mund të çojë në alkalozë metabolike, rritje të tensionit të gjakut për shkak të natriumit, probleme me stomakun dhe me tretjen. Këto efekte mund të ndodhin sidomos nëse përdoret shumë ose rregullisht pa rekomandime mjekësore, citon Healthline. Ajo mund të shkaktojë edhe probleme për lëkurën nëse e përdorni në mënyrë të tepërt. Nuk duhet të përdoret si zëvendësues i mjekimeve profesionale për sëmundjet serioze. Soda e bukës ka përdorime të shumta të dobishme, por shumica e përfitimeve shëndetësore janë për përdorime të përkohshme ose të moderuara. Shumë prej përdorimeve terapeutike duhet të diskutohen me mjekun, sidomos kur bëhet fjala për sëmundje serioze ose edhe konsumin e rregullt të tyre. Soda e bukës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër djersës së tepërt të trupit. Ekspertët thonë se soda e bukës mund të përdoret kundër djersitjes, sipas tyre soda e bukës mund të përdoret për të lyer pjesën nën sjetulla ose zona që djersiten më shumë. Soda e bukës nuk e irriton lëkurën edhe shërben si deodorant i mirë, ndaj mund të lehtësojë një sër komplikacione, sidomos edhe në pjesën e jashtme të lëkurës. Përdoreni me kujdes dhe nëse merrni në formë orale, duhet të konsultoheni me mjekun. Hidhni një filxhan kafeje me sodë buke në vask dhe bëni një banjë përgjysmore. Në këtë mënyrë do të pastroheni nga bakteriet dhe acidet e ndryshme që shkaktojnë aroma të këqija. Për një lëkurë të butë, mund të bëni edhe një banjë me 1 ose 2 herë në javë me sodë buke. Hidhni pak sodë buke dhe shampo trupi në ujë dhe masazhoni duart dhe këmbët. Më pas i lani me ujë të bollshëm dhe do të zbuloni sa e butë është lëkura. Nëse doni thonjë më të shëndetshëm, atëherë përdorni sodën e bukës. Mund të përzieni 3 lugë gjedhe me sodë buke me 1 lugë gjedhe me ujë dhe më pas ta vendosni mbi thonjë dhe e mbani për disa minuta. Më pas i shplani duart me ujë të bollshëm. Mund të ndihmojë gjithashtu edhe në freskinë e gojës suaj. Hidhni 1 lugë çaji sodë buke në 1 gotë me ujë. Pasi soda të jetë shkrirë, bëni gargar për të hequr bakteritë dhe erën e keqe të gojës. Gargarën duhet ta bëni sipas nevojës. Sodën e bukës mund ta përdorni edhe për të mëtuar të paktën jo më shumë se 1 herë në javë. Nëse sodën e përzieni me ujë të oksigjenuar, do të përfitoni një masë të favorshme zbardhuese për dhëmbët. Përdorini këtë masë 1 herë në javë për të shmangur dëmtimet e smaltit të dhëmbëve. Nëse doni të përdorni sodën e bukës për trajtimet tuaja, gjithmonë konsultohuni me mjekun për të evituar kështu gabimet që mund të bëni në përdorimin e saj. Ndaj përdoreni me kujdes dhe gjithmonë brenda standardeve të duhura. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.